Udhëtime të paparashikuara të jetës është quajtur ekspozita fotografike e çelur në ambientet e Universitetit Fanoli në Korçë. Për herë të parë në Shqipëri janë ekspozuar portrete të personazheve nga i gjithë vendi, të cilët kanë vuajtur dënimin dhe janë persekutuar në burgje dhe internimet në kohën e diktaturës. Ekspozita u çel nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë, i cili ka sjellë për publikun e Korçës jetën dhe biografinë e këtyre personave të mbijetuar nga ferri komunist. Po të shohësh jetën e tyre, aty kemi qendrestar, aty kemi persona që nuk e kanë pranuar realitetin atëre, persona që kanë guxuar, persona që kanë dashur lirinë. Dhe sidomos një shërbim për brezin e ri, i cili nuk e njeh të shkuarën, që të njohë, që të frymëzohet nga këto shembuj të tyre, por edhe për të kuptuar fytyrën e vërtet të regjimit komunist në Shqipëri. Është stacioni i tretë, kemi qenë në Tiranë, kemi qenë në Shkodër dhe tani vim në Korçë. Në një pjesë të madhe të fotove janë persona nga Korça, të cilët nuk janë pajtuar me regjimin, duke vuajtur edhe pasojat me vite të gjata burgimesh dhe internimesh. Jam e tronditur sepse na sillnin dhe ato kujtimet e hidhura që kemi kaluar, por dhe jemi krenar për atë kohë, sepse kemi mbijetuar atij terrorit e egër komunist dhe qëndruam kolon. Kam qenë vetë, domethënë, nga babai e dënuar dhe internuar. Unë kam dhe një lidhje me bashkëshortin, e kam njohur gjatë sa kohë. Dhe ai ishte internuar, ishte profesor i violinës Vaske Kolaci, profesor i violinës shkollës të muzikës, dhe kemi krijuar një familje në Sharrat e Bofis, Lozhanit. Kemi 2 vajza, nuk na nështruan, nuk na bën ashtu siç deshin ata. Dhe kam bërë aktin e vetvrasjes për këtë arsye, sepse nuk ju binda ajtosisë që të nënshkruanja ato që deshin ata. Dhe i urenja, desha t'i diskreditonja dhe i diskreditova me vetvrasjen që bëra. Vojta për spitale me alçi trupin të tëra këto, po për këto jam krenare. Nisma për këtë ekspozit erdhi si bashkëpunim me një fotograf gjerman me qëllim ndërgjegjësimin e të rinjve, të cilët shpeshherë rriten pa informacion mbi krimet e asaj periudhe. Historitë e së shkuarës jo vetëm nderojnë ata që vuajtën, por u tregojnë brezave të sotëm vlerën e lirisë dhe rëndësinë së vërtetës.